الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة الأدريمة إتاقيمة الله عز وجل صلوات والسلامات يا دروي محمد عليه الصلاة والسلام باقي هذا مشير الله عز وجل شوم بتا فاميلنا تي shokët e tij sinqert besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës, tek ligjëratët e namazit të natës, edhe jemi duke trajtuar hadithin e pejgamberit alayhis salam, ku i dërguar Allahut në treg vërejtjen nga 7 mëkate shkatruese, me vetëm qëllim që të largohemi prej këtyre mëkateve njëherë për gjithmonë. Fjala është për kamatën e cili mëkat ka ekzistuar qysh moti, ka qenë prezente edhe në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe njerëzit nga dashuria për me pas pasuni kënse më shumë, nga mashtrimi që të shtohet pasuria, jo njohësh nga ky haram, nga ky mëkat, dhe në farforme jo në adaptu me mëkatën e fjalë, e kanë bërë për dishmëri marrjen me kamat dhe ngrënjën e kamatës. Marrja me kamat dhe ngrënja e kamatës është prej gjunave shkatruese, për të cilat gjunave ka ardhur Kurani dhe Suneti për të na tërhequr neve vërejtjen, dhe Allahu Azza wa Jall ka kërcënuar me dënim me xhehenem për dërusin e kamatës, nënshkruesin, marrësin edhe atë cili punon me kamatën në përgjithësi. Kuptimi gjuhësor i kamatës riba, kanë thënë ulemaja, do thot shtim ose rritje. Allahu Azza wa Jall ka thonë fa idha anzalna alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Kjo është kuptimi gjuhësor. Allahu Azza wa Jall, dhe kur mbi të zbretëm shiun, toka pra u bë e punueshme dhe normalisht bereqetin të urrit. Pra bereqetu urrit dhe ushtua. Nga se kjo do thot është apo vjen edhe nga shprehja tjetër, do thot apo fjala arba, ku do thot dikush i shton dikujt diçka tjetër. Do thot dhe normalisht kjo kuptimi gjuhësor kanë herë, do thot vjen bukfalisht si kuptim, edhe jo që do thot ka dispozitën fetare në këtë formë. Nga se dietarët janë mundu që edhe nga aspekti gjuhësor mi definu gjërat, po dhe janë mundu edhe nga aspekti fetar me i definu gjërat. Dhe ashtu në aspektin gjuhësor mu të marrëm edhe si argumente dhe fjalën e Allahut Azza wa Jall, ku thot Zoti Xhalla wala yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Allahu e zhduk bereqetin e kamatës. Një farforme bereqet nuk është, po njerëzit mendojnë që po shtohet pasunia. O yurbi sadaqat, ndërsa e shton bereqetin e sadaqas. Te kamata, në aspektin e monedhës, në aspektin e rritjes, uljes, realisht njeri jep i blokon edhe çka ka rritje në numër, mirë po humb në bereqet. Ndërsa në aspektin fetar, sadakaja është vërtet me numër paksohet, por me bereqet rritet Allahu Azza wa Jall. Nëse Zoti ka garantuar që kanë mja pasherën të gjithë ata që mirën me kamat, ndërsa kanë me qenë fatlum të suksesshëm dhe të bereqetshëm ata që japin sadaka rrugën e Allahut Azza wa Jall. Sa i përket aspektit shariatik, fuqahat islam janë mundu me dhonë terminologjit nga më të ndryshme. Për shembull, njëri prej terminologjive të kamatës është shtesë pasurie e kurzuar në marrëveshje pa kompenzim gjatë kombimit të një pasurie me një pasuri tjetër. Dhe normalisht kjo përfshin kuptim të përgjithshëm. Dikush mundet me thonë që ai në fillim po më thot nëse ma kthem borxhin mua. Për shembull, në këtë datë s'ki nevojë me më kthy pare. Nëse ma vanon në ditë, kimi kthen vendimi i eurove, 1.000 euro.
automatisht kjo është ndaluar me haram. Edhe rrovetet kamat. Edhe gjëra do thotë të tjera të cilat do thotë i kanë trajtuar dietarët islam. Normalisht si dispozitë e kamatës dihet që është për gjinave shkatruese, është për mëkate të mëdha, të cilat mëkate do thotë e shpin njërin në shkatrim dhe humer. Thot Allahu azza wa jalla në surën Baqara ayati 278-79: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulih. O të cilët keni besuar Allahun azza wa jalla, keni frikë Allahun, dhe nëse jeni besimtarë sinqert, largoni dhe hiqni dorë nga pasunia që ka mbet nga kamata. Në qoftë se nuk e bëni këtë, kuptoni mirë se i keni shpallur luftë Allahut azza wa jalla dhe pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kur ai ato i shpall luftë për 5 euro më shumë që i ke marrë për parave në bankë, Zoti xheleshën. E njeri me mend krye nuk i mëkaton Zotit, e lemu me e boni mëkat që përmes ti mëkati po i shpall ka luftë Allahut azza wa jalla. Ibn Abbas radhiyallahu anhu për të kallëzuar se sa e keq është kamata, ka thonë Ibn Abbas ditën e gjykimit, atyre që e hajnë kamatën, thot i thuhet merrni armët tuaja. Ata do të pyesin çka po na vjen neve armët tona, përgjigjja do të jetë që të luftoni me Zotin tuaj. Pse me luftoni me Zotin tuaj? Por shkak se sa keni qenë dunjë, keni pranuar me i shpall luftë Zotit Allahun e rujt. Keni pranuar Allahu me i shpall luftë juve për shkak kamatës. Edhe 5 parë që keni dhënë. Keni përdorur kamat, keni jetuar me si kamaxhi, edhe 5 parë që keni dhënë për këtë punë. Okej, keni jetuar në këtë formë, e keni zgjedh vet, Allahu ka kallëzuar që është haram kamata, tash në gjykimit ja, keni dalë para Allahut azza wa jall, merrni armët edhe luftoni me Zotin xhalla wala, Allahun e rujt. Gjithashtu Allahu azza wa jall ka folur për kamatën edhe më tej në Kur'an ka thonë: "Ya alladhina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudhafa wattaqullaha la'allakum tuflihun." واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. O që keni besuar Allahun, mos e hani kamatën që po e shumë fishoni dhe keni frikë dënimin e Allahut azza wa jall në mënyrë që të gjeni shpëtim. Dhe ruajini zjarrit, i cili zjarri realisht është përgatitur për jo besimtarët, në shtrenjën e Allahut azza wa jall dhe pejgamberit sa që të mëshiroheni. Çka nuk kupton në shtrenjën ndaj Zotit dhe pejgamberit me hek dorën nga kamata. Po shumë nga vosh po kom vetëm këtë rregull ashtu me hek dorën nga kamata. Se realisht je duke hungur zjarm dhe duke futur zjarm në barkun tonë të Allahut rujt. Allahu azza wa jall ka na treguar në Kur'an gjithashtu se disa njerëz bojnë gjeste pa lidhje jetën e përditshme dhe duken si të gjindost. Realisht ata nuk janë të gjindost, nuk kanë sihr. Çka kanë ata? Ata kanë këtë dënim edhe këtë sjellje për shkak se kanë hungur zjarr mbrana. E me hungur zjarr mbrana, me mbush barkun me zjarr, s'ka ratllik. Ata nuk kanë as magji as kurrë tjetër, post që kanë hungur haram dhe barqet e tyre vlojnë nga zjarri, ani pse nuk e kuptojnë bukfalisht. Argument ka thënë Allahu azza wa jall: "Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas." ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالله عز وجل ata të cilët hajnë kamat, ata të cilët janë kamaxhi, nuk çohen pijumit dhe nuk dalin nga shtëpia pas duke qenë të gjindost, pas duke bërë gjese që i japin njerëz me kuptuar se ky njeri është i shejtanosur, i gjendosur. Dhe kjo ka ndodhur se ata kanë marrë kamatën edhe kanë thonë që tregtia ose si kamata, unë kush jam të bëj, tregtia të bëj, ju na arsyetuan këtë formë. Wa halal Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mirë po thuaj aty me që kjo nuk është e vërtetë. Sa Allah e ka bëu halal tregtin, ndërsa ka bëu do thot haram kamatën. Dhe Zoti xhelalu ala na ka treguar që më mirë është më marrë një tregti e cila aty është shumë e vogël dhe fitimi i saj të merr kohë për me bë parë, me bëni këtë mirë, me bëni shpit mirë, se sa më josh nga kamata, nga ofertat kamatore, edhe ndoshta dukje e bën shpejt ato çka ka synim,
por realisht e humbën bereqetin e jetës sonë. Nga sa Allahu ka thonë që yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Allahu azza wa jall e jep bereqetin në sadaqat, ndërsa në riba e humb në kamat bereqetin. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allahu azza wa jall nuk e do asnjë njeri që është mohues, thot edhe është mëkatar. Andaj me shpall luftë Allahut azza wa jall, normalisht njeriu do thotë duhet të pas kujdes se i shpall luftë largisht Zoti xhallahu ala. Pra dëmat e kamatës e para është ky njeri edhe këtë botë edhe botën tjetër rinjallet edhe quhat sikurse me qenë të gjindos. Për shembull, ka ra me fletë si është mas miri. Nuk ka pasur leme me magji, edhe kur është shupi gjumit, thotë jo në vrejt shenja që po bën gjeste pa lidhje, thotë ofendon bigajri hak, e rreth grujen bigajri hak, ky njeri i jap me kuptu antarëve familjes se sikurse më koni i gjindos. Realisht s'është i gjindos. Po ku është problemi? Problemi është se është kamagji. E merr kamatën edhe 5 parësie. Ai dhënohet Zoti as dhënohet ai gale se ka. Allah i ndaroj. Edhe kjo i ndodha ditë të gjykimit. Njerëzit që janë kamagji dhe desin me kamat kanë morë ngjall këtë formë. Dhe ai i cili e njeh fen, e vdes me njohuri fetare ku të ringjallet, kur të shohë këta njerëz të bëjnë gjeste pa lidhje çka, thotë këta janë ata që e kanë humbur kamatën. E dyta është Allahu e zhduk bereqetin në kamat ndërsa arrit në sadaka. Gjithashtu i shpall luftë njeri Zoti xhallahu ala nëse merr kamat. Thotë Allahu azza jall, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Nëse ata nuk e lojnë kamatën, nuk heqin dorë nga kamata, le ta dinë, do thotë që i kanë shpall luftë Allahut azza wa jall. Dhe normalisht shpall dhe luftë Allahut azza wa jall, ne kuptojmë që i kish shkput raportet me qiell, pa Allahu je zero. Dhe normalisht pastaj je në gjahun e shejtanëve dhe njerëzve të ligë. Normalisht Allahu azza wa jall e ka përdorur edhe te puna e kamatës, e ka përdorur me qëndruar në zjarrin e xhenemit përgjithmonë. Pse e ka përmend, ka thonë më për dy arsye. E para është se marrja me kamatë dhe jeta me kamatë është cilësi e munafikëve edhe cilësi e kufarëve, mushrikinëve. Ku e kanë vendin munafik? Mas poshtin xhenem. Ku e kanë vendin ata që desin me shirk? Mas poshtin xhenem. Dhe kjo është cilësia ative. E Zoti po më thonë, s'është e mundshme të fal 5 vakte. S'është e mundshme më fal safin e parë. Mi thon vetit haxhi, edhe huash mi thon një vetit edhe me pranu kamatën. Edhe me pranu si diçka normale. Kanë njerëz na vesin atë që po të keqe. Valla unë s'pata çora se ku met jashtë shtëpi është me bleu, o burr. Mos më arseto gjunoin. Okej, kiran ke gjuna, ke bo keto ke gjuna mshile, mos e përhap, mos e përset mo. Ama me armë me arsetu, edhe Zoti e lejon, kush po thotë që e lejon Zoti? Pikaj kjo fatva. Feja sot që shkon ty edhe mu. Kiran ke gjuna mshile, mos e përmend, mos e përhap mes njerëzve, e ke gjetë një jetë besueshëm dijes, po do më konsultu ku bravo valla këtë gabim çka të bëj. Edhe ai gjen rrugë dole. Ama muar se tu para njerëzve, valla bona këtë banes me kamat, mora këto me kamat, mora këtë kem me kamat, mora ato me kamat, se çështu er puna, s'pata zgjidhje, kjo është arsitim në kot. Kjo është e gara është me bu me Zotin xhaleshanu Allahu na ruaj. Dhe Allah ka përmendur që këta njerëz kanë qenë përgjithmonë xhenem, për arsye parë është se shumica që janë kamaxhi janë ose munafikin, me shumë fytyra ose janë idhëtar. Musliman pak sprovuan me këtë punë. Nëse sprovuan, ndin keq. Atje të bojnë kabul. E dyta është, ka thonë ulema, e ka përmend khalidin e fiha, kanë me qëndru për gjithmonë xhenem për t'i friksu njerëzit. Se dhe në kohën e pejgamberit ka pas njerëz që kanë lakmu me umar me këtë çështje, ani pse kamata nuk ka pas shumë benefite në atë kohë. Tregon një hadith Samura ibn Jundub radhiyallahu an, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam mazë e fali namazin e sabahut një ditë për ditëve, ju kthi shokëve të vet. Kjo hadith gjendet në Sahihun e Imam Buhariut. Tha pejgamberi sallam, kam parë natën ondër 2 melaike. Thot edhe erdhën edhe morën me veti. Gjatë rrugës me ta, thot arritëm tek një lum i cili kishte qenë nga gjaku. Në këtë lum qëndronte një njeri i cili vazhdimisht notonte. Në breg të lumit qëndronte një njeri tjetër i cili para vetes kishte mbledhur disa gur. Njeriu i cili ishte në lum, notonte dhe pasi vinte të caku tek njëri që kishte mbledhur gur,
ky njeri i hapte gojën dhe i fuste gur brenda, nuk e linte me dal, do thot buz lumit. Pastaj kthehet në lum, në tonta se në tonte, pastaj vinte prapë tek njeri që kishte mbledh gojë, gur e hapte gojën dhe i afuste në gojë. Thot dhe kështu vazhdoi sa i kthej, i fuste gur në gojë. Thot pejgamberi sa mi thash me lejkëve, çka puna me këtë njeri? Shu ky njeri kështu. Atëherë thot njëri prej melekëve më përgjigj dhe më tha, ai që gjendet në mes të lumit është njeriu që ka humbur kamatën. Ka me lyp me shpëtu nga ky tmerr në xhenem, mirë po kur vjen koha me dal pi lumit, ai që është roje, është meleku, dhe thot i hedh gur në gojë, ai pastaj nga rëndësia e madhe e gurve, prap fundoset lum, prap kthehet aton, prap do me dal, prap ka më vazhdu ky njeri. Deri ku doje Zoti. Njeri me shku me një ambient vet, me një bazent vet, Allah i nderoft. Ky shku me safer, edhe ambienti është i hapur, akuzon vet me himulan natën, ja tut na ka uç. Dita e gjykimit është terr. Edhe plus ky lum me xhak, plus tu di çka ka menduar këtë lum, pra mendoni çfarë të trishtimi edhe çfarë të merri, Allah i nderoft. Gjithashtu një transmetim tjetër, do thotë treguohet se pejgamberi selam do thotë e ka pa natën e Isras dhe Mirajit të shku, ka pa disa njerëz me bark të madh dhe ishin kon duke qenë të shtirë në bark. Thot ata shkelshin me këmbë, thot dhe mbështetsin tek ata për të kaluar vendin. Thot i habitur, thot e pyeta Xhibrilin, kush janë këta njerëz o Xhibril? Çka kjo kështu? Tha, këta janë njerëz që janë ushqime pare kamatore se kanë qenë në dunjë. Do thjesht kanë jetu prej kamatës dhe s'kan dashur më lodhe me punu. Gjithashtu ngrënësi i kamatës dhe të kënaqur me kamat nuk kupton që e ki marrë mallkimin e Allahut azza wa jall. Thot Xhabiri, pejgamberi me ka mallku njërin që ha kamatën, njëri që jep kamatën, njëri që e shkruan aktin e kamatës dhe dëshmitarët. Tha të gjithë këta janë të barabartë e Allahit. Vjen njëri thot aka uç. Unë s'më kam çfarë para shku këtë kontratë. Se punoj këtu. Edhe ai i cili merr pjesë dëshmitar e ka mallkimin e Zotit. Edhe ai i cili e shkruan aktin e kamatës, ai i cili ai i cili e jep kamatën, tha pejgamberi, ata janë të barabartë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë, është hak i Allahut azza wa jall që Zoti 4 persona mos milion me hinë xhenet edhe kur ata mos me shiu begatinë dhe mirësinë e xhenetit. I thanë shokut ja Rasulullah, kush janë këta 4 persona? Tha njëri prej tyre është mudminul khamr, konsumuesi kronik i alkoolit. Do si e mojnë me njerëzit, fëmija ki vesh me alkool dur kanë. Për shembull, mirë për shembull Omerin. Për shembull Omeri ka ndonjë kushingat. Edhe kur ti boje Omerin 20 vjet, e pi dikush, çfarë familje janë që ta? Omeri i vogël u kuna, ama nëse ka pa me alkool në dorë non stop, valla thot unë që këtë plakën si më ka le nona, si e kom nis me ditën, ka e kom pa këtë njeri vesh me alkool dorë kom pa. Kësa një thonë mudminul khamr, a i cili është alkooliqar kronik. I dyti tha, alladhi, a i cili merret me kamat, e ha kamatën, e jep kamatën, dëshmitar për kamat, nënshkruan kamat, garanton për çështje kamatore Allah i nderojt. Ai i cili nuk e respekton jetimin edhe i ka shtraton prindrit, për këta njerëz, do thotë kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që Allahu azza wa jall nuk i mëshiron ditën e gjykimit. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të treguar që kamata është grad, thotë kamata ka 73 lloje, më keq është sikurse Allah i nderojt njeriu me pas kontaktin me gruan e tij Zotin Arrut. M'falni me nonën e tij. Ma leta po të tregu se sa keqe, sa shumtume. Para no, një euro kamat, vesh një euro e ki marrë, hiç më shumë. Pesh llogaritë, ajo në gjendje me bu këtë haram të madh që e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj thot sahabiu nderuar Abdullah ibn Hanbal radhiyallahu an, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një dirhem që ha dikush nga kamata është më e rond se ai i cili bën 36 herë Allah na ruaj, do thot prostitucion apo zina. Këto çështje nuk do të thonë që me i leju gjuna të tjera, por i kanë cek ulemoja dhe i ka cek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të treguar se sa keq dhe sa shumtuar është, do thotë çështja e kamat. Gjithashtu ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadithin e vërtet, thotë nuk shfaqet tek një popull
prostitucioni dhe kamata, vetë se ai popull ja ka bu halal vetes dënimin e Allahut azza wa jall. Pra e ka leju ai popull, do thotë dënimin e Zotit xhelle wa ala. Llojet e kamatës, blec e para për tyre është riba an-nasi'a, kamata e vonesës, do thotë do është shtimi i kushzuar, i cili do thotë e merr, do thotë borxhëdhënësin nga borxhmarrësi në vend të vonesës. Do thotë i thotë po t'i jap 1.000 euro, ama nëse s'mi kthen mas 2 javë që ke datë, një saat me mavanu, më në shtohet, do thotë 1 euro e gjysmë. Kjo ka qenë, do thotë, e përhapur shumë kohën e pejgamberit alayhis salam. Gjithashtu riba al-fadl. Ajo ka riba an-nasi'a, riba e vonesës. E ke vënë mallin, ta ka shtuar në dosë tjetër. Qof pasuni, qoftë kerr, qoftë diçka tjetër. Për shembull, e ke bëu kontratën me ble kerrën 3.500 euro. E thotë nëse më kthen deri në janar 2025, kaç mijë e parë, nëse më banon një ditë jep 500 euro më shumë. Edhe 1 dinar më shumë u një cent, kjo është kamat dhe është haram. I thonë riba an-nasi'a, kamat me vonesë. Ja ki vanu pagesën jo në datën e caktuar dhe ai ta ka rrit çmimin. Dhe çmimi nëse bëhet në fillim start, më njëherë bëhet haram kontrata e tillë. Riba al-fadl është ribaja në shitje apo ribaja e shtimit. Për shembull, ka thonë ulemoja, është shitja një malli që i takon mallrave të kamatës me një mall tjetër. Do thotë duke do thotë këmbimin e mallrave me të njëjtën, do thotë këtë të njëjtën shtesë. Normalisht edhe kjo ka qenë, do thotë, kohën e pejgamberit alayhis salam. Për shembull, rasti thotë Ubada ibn Samit, thotë e kam dëgjuar duke thonë pejgamberi sallam, thotë se ndalohet shitja e arit për ari, argjenti për argjent, gruri për grur, elbi për elbër, deri thotë kush kërkon shtesë apo pagun shtesë ka marrë, thotë një pjesë e kamatës. Thotë më e mira është që me çu unazën edhe me shit njëre. Sa para bën 50 euro. Tara me vlen unaz tjetër. Se sa me këmby, do thotë me të njëjtën monedhë, unazën e arit me ari për shkak të shumicën e rasteve, do thotë ka, do thotë, devalvime, sidomos kohën e sotit apo mashtrime, dhe kanë njëri bigajri hak, do thotë mundet me hyrë në kamat. Dietarët e kanë cekë edhe një çështje tjetër. Unë e kam vrejë këtu në Saudi, sa në Medinë, për shembull ja ke marrë diku në 500 rial borxh. E tash a mund me ia kthy borxhin në euro. Kanë thonë lemaja, ose duhesh me shku çat dite, do thotë që do më ia kthy borxhin me marr një flet pagesë. I thua ti veselona ku i thu, sa sot bojnë për shembull 500 euro, sa rial bojnë ose sa dinar, çikaç. Ama letrën. Edhe ja shon borxhdhënësit. E jo me llogarit me çmimin e kaluar. Ose ulemaja kanë thonë mi i kamatës, edhe në këtë rast, është shumë e rrezikshme, or një farpeni i fullësh. Çka më bëu? Kanë thonë më mirë është më kthy parat në dinar apo në rial që ja ke marrë. Në kohën e sotit është e vërtet puna e bankave na u ka lejuar për transaksione të ndryshme, mirë po çat shumë e kanë, do thotë e kanë përzi punën, saqë do thotë nuk mundemi me gjetë një bankë që nuk punon me çështje kamatore. Përderisa nuk kemi zgjidhje, sidomos ata që në institucione shtetërore, normalisht bashkëpunojnë pizore se s'kan kamicit rrogët, ajo që vërtetohet dhe verifikohet që është kamat, largohet edhe nuk mirret nga personi, do thotë apo nga vetë filani. Disa ulema kanë thonë që e merr, e shfrytëzon që tërkund, jo familje, është më të rrugë edhe shumë rrallë, pse më jalon të hujve, më po më mirë është që mos më përzi durt me çështje kamatore. A ka alternativë islame? Alternativa islame është ku gjen koha, do thotë me ardh, do thotë dhe u forcu Islami, edhe me gjyku me shariat islam, aja koha vjen ndonjëherë, ku me ditë, na shpresojmë se ka marrë me ndiu, ka marrë sa islam, shpresojmë në gjërat e mira, mirë po për momentin gjërat janë të mjegulluara, nuk janë lehtë gjërat dhe nuk është lehtë me shpëtu pa u përly me këto çështje. E lutemi Allahun aty ku e dim, Allahu na vëdësoj dhe kur mos prekim, aty ku nuk e dim, edhe na bëhet hile dhe se marrim me vesh, inshallah ilumi Allah na fal edhe na përmirëson. Zoti dhe mësmiru, alhamdulillahi rabbil alamin.